Lirisht mund të them se ndoshta në gjeneratën e vet vështirë është të gjendet një person i cili ka mujtën të jetë i ngjajshëm me te ose të konkuron. Këtë e them me plot bindje, por arsye se ka qenë tepër i suksesshëm, si mësimdhënës, si ligjërues, si pedagog, por një herët për bindjet tona ka qenë edhe një psikolog i mirëfillt, i cili ka ditë gjithnjë të punon me nxënësat. Profesori i nderuar Sherif Ahmeti aq tepër ishte edhe i sigurt edhe në vetveten e vet si pedagog. Thoshte se një nxënësit që unë i jap akait shkencën e besimit, në të mrena plan programit në medresën Alaudinit, nëse ndodh që 4 vite edukohet para me, më pastaj unë me plot dëshirë, me plot pajtim të plot, kisha propozuar sikur se t'ishtë vetë Marksi i gjallë, ati t'ja dërzoj. Nuk do të ketë shansa do të kur njëherë teorike që ai atë nxënës timin të largon nga feja dhe nga besimi. Në të thotë, aq tepër ka qenë i sigurt vetveten e vetë si pedagog, këtë siguri, me siguri e dëshmojnë edhe të tjerë nxënësa. Por unë jam një prej ative që me të vërtet kom pas nderin që ta kem edhe kujdestar klase, jo vetëm arsimtar.